Faleminderit.
lëmë të mira në Erik? Jashtëzakonisht një ngjarje që besoj ka tronditur gjithë. Unë personalisht e kam njohur Enrikun, e kam pasur një bashkëpunim shumë të thellë me të. Jo vetëm gjatë fushata, por vazhdimisht kemi ndërnjur, kemi ngrënë dreka, darka, kemi diskutuar për Vlorën, që i njohësim mirë i Vlorës, njohësim mirë i shoqërisë tu, por mbi të gjitha kishte intuit për lajmin. Dhe kapte lajmin i pari dhe parashikonte ngjarjet, dhe realisht personaliteti i tij nuk mbeti vetëm kufit rajonal. Ai u kthye një nga ikonat e gazetarisë, jo vetëm vlonjate, por realisht kombëtare. Dhe që një figurë që i bënte nder Vlorës dhe na bënte nder gjithëve ne që e njinim. Vlora dhe familja ka humbur një djalë të mrekullueshëm. Unë uroj gjithë mirat për familjen, tiroj dashurin, ushtrim e paqen dhe ju si gazetar, sepse humbët një koleg tuaj, kështu që nuk kam fjalë për të thënë. Këto janë vdekje tragjike që nuk ka koment. Uroj. Çfarë them? Jeni dhe 100 vjetër. Kisha të vogël. Unë më rëndë. E para koshme dhe e pa nevojshme për të Ishte gazetari që thoshte fjalë. Pa tjetër, në planin profesional diskutohet. Ishte bashkë me gjithë juve, po ishte shtylla kryesore, po e quajmë edhe në nivel kombëtar, edhe në nivel ndërkombëtar madje. Po në planin njerëzor. Shumë errët. Sot është një ditë e hidhur për komunitetin e gazetarëve në Vlorë. Enrik Mehmeti, një koleg i mrekullueshëm, një gazetar që të gjithë jetën e tij në këto 40 vite ja kushtoi qytetit, do të mbetet i paruar në zemrat e kolegëve. Një dhimbje shumë e madhe jo vetëm për Vlorën, por në veçanti për familjarët, për nënën e tij, për bashorten, për vllajin dhe për 2 fëmijët e mitur. Të jetë i paruar, kolegu ynë i dashur, Enrik Mehmeti, do të mbetet i gjallë mes nesh. Me dhimbjen e kolegët e tij japim lam të mirë në Enrikut sot. Enriku ishte jo vetëm një gazetar i përkushtuar, ishte një djalë shumë bullor, një mik shumë i mirë për gjithë ne në News 24, edhe zëri i të gjithë qytetarëve të Vlorës. Ne do të na mungoj miku, kolegu, shoku, po Vlorës do t'i mungoj një zë që ishte gjithmonë aty, i palodhur, i përkushtuar për gjitha hallet edhe shqetësimet që kishin qytetarët e Vlorës. Nuk e di, Vlora nuk është me njësoj pa Enrikun. Kush kalonte nga ne, nuk mund t'ikte nga Vlora pa i dërgu një mesazh, pa për një telefonat. E donte shumë Vlorën. Ka humbur vetëm Vlora, ka humbur gjithë media, gjithë shoqëria shqiptare. Ishte një zë. Nuk e di gjithë këta njerëz prandaj kanë ardhur sot. Faleminderit. Më shtuar japin lam të mirë në Erik Mehmeti. Shumë e vështirë në fakt të përcjellësh sot një njeri që në 40 vitet jetës vet jetoi intensivisht, jetoi me dashuri, me përkushtim dhe me një përgjegjësi shumë të lartë qytetare. Sot ju dhënë të forcë familjarëve edhe tu jap jetë të pasmëve. Ta të humbëm një nga kolegët tanë. Një ndër ato humbje që të tronditin vërtet zemrën, në fakt kjo na ndodhin e të gjithë kolegëve të tim me të cilën kemi patur fat të punonim, të ndanim shumë kohë, edhe të njinim atë pjesë të shpirtit të tij që ndoshta pjesa tjetër e komunitetit nuk e njinte. Na ka tronditur pa fjalë. Njësi Enriku për kontributin që pati si zëri fuqishëm i medias vlonjate dhe jo vetëm, ndoshta do të meritonte që t'i thoshim më shumë fjalë. Por në një moment të tillë është e vështirë, thjesht do të mbetet i paharuar për të gjithë ne, ushtrimet më të sinqerta familjes, miqve dhe kolegëve të tij. A do e mal, apo do të këtë? Jo. Bashkë punëtore, bashkëkohëse e Enrikut në vite në gazetari. Jam pa fjalë, Frosa, sepse është një lajm vërtet i trisht.
fakti që të humbësh jetën në këtë moshë, edhe një djalë si Enriku që u bë vetë, filloi vetë, mori telekamerën në dorë që ishte fëmijë dhe u bë shtyllë e një shtëpie të tërë dhe zëri i një qyteti të tërë. Do mungoj një zë i vërtet dhe mua personalisht do më mungoj një koleg që ka qenë dhe mik dhe bashkëpunëtar në rrugtimin tim të gazetarisë. Si uroj që mos të harrohet emri i tij, se vlen mos të harrohet, dhe ngushëllime familjes, të afërmëve dhe shëndet dy fëmijëve të tij që do rriten pa të. Ç'të thuash, është një në radhë parë një humbje madhe për familjen, duke ditur që ka dhe dy fëmijë shumë të vegjël, madje sapo ishte bërë me djalë. Unë e kam njohur jo thjesht si gazetar, e kam njohur nga ana njerëzore. Sa herë kam kërkuar ndihmë, ka qenë aty në këmbë për mua dhe jo vetëm për mua, por për shumë artistë që kanë kërkuar ndihmë, qoftë për mjete ujore, qoftë për makina, qoftë për gjetje lokacionesh. Ai ka qenë me mua mbështetje, domethënë duke ardhur edhe duke më shoqëruar në pararnie, duke fol me njerëz që njihte vetë, domethënë të marrësh nga koha jote dhe t'ja dhurosh dikujt tjetër, tregon për zemërgjersinë dhe tregon për ty si njeri, çfarë jeti si njeri, se mund ta bësh një herë, por ai e ka bërë gjithmonë. Dhe hera e fundit që unë fola me të ishte para një jave, ndodhem rastësisht në Vlorë për xhirime dhe jo më para se një javë fola me të dhe më thanë nëse të duhet ta një flotë e madhe ta me skafe, me gomone, 100 ta t'i bëm vllai, ta të rreshtohen aty dhe thash do ta bëj tash një këngë dhe tani me që i dash fjalën unë kam për ta bërë. Kam për ta bërë sepse ishte biseda jonë e fundit. Ngushëllime familjarve, ngushëllime gjithë miqve, gjithë atyre që morën nga Enriku, edhe gazetarisë, sepse ishte një nga djemt trima. Është shumë e trisht, është e pabesueshme, një gazetar i cili ka nisur karrierën shumë përpara meje, që unë e kam ndjekur, ka qenë zëri i Vlorës, duke transmetuar ngjarje nga më të ndryshmet, nga ato të lumtura deri tek më të trishtat, dhe që fatkeqësisht në mënyrë të pabesueshme bëhet lajm vetë sot. Një djalë fantastik, si persona që vizitojmë jugun e Shqipërisë, në probleme më të vogël kishim Erikun që na zgjidhte çdo gjë. Një djalë i gjendur në krah kujdo që kishte nevojë, jo vetëm si gazetar, por edhe si njeri. Ngushëllime familjes, ngushëllime komunitetit gazetarëve, ngushëllime të miqve të afërmëve të tij, sepse është një humbje e pabesueshme. Është e vështirë për mua, si gazetare e vjetër e këtij qyteti, që t'i jap lam të mirën një djali të ri, një djali që është vetëm 40 vjeç, por që mbi 2 dekada ai ka dhënë një kontribut të paçmuar në qytetin e Vlorës. Ka qenë një zë i fortë qytetar, po ka qenë dhe një miku i nderuar.